personalisht tash, preferencët e mia nuk janë me ka një mashkull muskuloz. Më pëlqejnë meshkujt me bark, seriozisht e kam. Që përdorin këto në Shqipëri? Mashkulli duhet të jetë pak më i bukur se majmuni, thaj. Mu nuk më pëlqejnë meshkujt e bukur. Ure, gjoni që të thashë, duhet të jetë pak më i bukur se majmuni. Po, dhe normal. Mashkulli fundit fare, shet, duhet të jetë karakteri fort, duhet të jetë tip karizmatik. Ta është ja, po folë që është me konë mashkulli, a që është me... Burri pra. Po okej, unë tash... Qarë tash? Ti folë që është me konë femna, e që është me konë mashkulli. Ama okej, unë shihet e mia kanë ndryshu. Betohem, kanë ndryshu shihet e mia. Mu nuk, adin për shembull, unë edhe në palestër me shku, me shku në palestër, nuk më interesojnë, nuk shihet e mia kanë ndryshu. Seriozisht e kam, shihet e mia kanë ndryshu. Unë të betova, ta shte thuj qa dush, në zbaj be për gjana palidhja. Amo që, seriozisht, adin tash shop tjetër gjë, për shembull me një mashkull shop tjetër gjë, nuk adin kur je pak më arena është okay, shef pamjen e jashtme dhe bazosh për shembull pamjet e jashtme. Tash, okay, duhet me pas një farë lloj, veç një sekond, duhet me pas një farë lloj kimie që në fillim në rregull, amo nuk më pëlqejnë meshkujt që janë kështu, jo, nuk më pëlqejnë. Po flasë për bodybuilder, gjë tjetër. Po jo, nuk më pëlqejnë meshkujt me bark. Personalisht më pëlqejnë meshkujt me bark. Mu më pëlqejnë meshkujt me bark, o vlla, çfarë problemi kite? Nuk mua se lloj problemi. Se vjen dyshim. Jam